6 vite që fal namazin rregullisht. Si të gjithë, më pëlqen të veshja. Kam luftuar shumë me vete dhe elhamdulillah e fitova luftën. Tash ka ardhur koha që unë të vë shamin, pra që ka një motër. Por nuk më lejojnë as prindrit e mi dhe as bashkëshorti, e as fëmijët. Bashkëshorti im nuk fal namaz dhe mua më ndalon rreptësisht të vë shamin dhe më thotë që nëse e vë shamin, do të më largoj prej shtëpisë. Normal dhe prindrit nuk duan. Unë a kam të drejtë t'i pyes ata? Se ata më thonë që ti je shkaktar dhe po shkatëron familjen. Natyrisht. Problem që nuk është shumë i mbyllur në një rast në një familje, por ja se si Allahu xhalla xhelaluhu në këto kohë i ka bllokuar njerëz në logjik rreth shamis me theks shumë të veçantë krahasuar edhe me problemet e tjera. Dikush mund të thotë se shamia nuk është shtyllë e fesë. Madje duke keq prezantuar Islamin në këso forma, dëshirojnë që gjërat të ndajnë në shtyllat të Islamit dhe në çështje dytësore. E këto nuk janë ashtu. Shtyllat janë shtylla dhe nuk shkohet prej shtyllës drejt në çështje dytësore, por ka farze që janë shumë themeltare të respektohen. Është e pa imagjinuar nëse kthejmë kujtesen jo që ne kem përjetuar unë si gjenerat dhe shumica e njerëzve që jetojnë në këtë kohë, por atë që e tregojnë plesh tanë, pra kur ka hyrë komunisti, si shton, dhe ka larguar, ka vendosur që të largohet perdja, dhe largimi i perdës nuk ka qenë për qëllim shamia të hiqet nga koka, por mbulesa e fytyrës është shumë interesante. Dhe sa vështirë kanë pas të binden që të dalin femrat pa mbulesë të fytyrës. Është interesante shumë. Të vi një kohë që komunisti në këtë rast e pas ka bërë të veten, jo vetëm që kjo çështje të kapërdihet dhe të bëhet e lehtë me kalimin e kohës që të dilet pa perçe, por edhe të hiqet shamia. Jo vetëm të hiqet shamia, por edhe të shkurtohet fundi, mini fundi, pra është bërë mod, jo vetëm kaq, pra të prishet tej mase veshja e një femrës, sikur e kemi situatën për fatin e keq të shfaqur në shoqërinë tonë, ku nuk ka mbet më diçka që i thuhet zbulim i turpit ose mbulim i turpit kur është fjala dhe dalje në rrugë. Jam i bindur, jam shumë i bindur nga rrëfimet e më të vjetërve se shumë femra si që dalin sot në rrugë, disa prej pleqve gratë e tyre në dhomën e fjetjes nuk i kanë parë. Dhe për këtë arsye, ata ruajtën këtë farë të mirë, të fesë dhe të kombit ton pa u asimiluar, ndonë se jetuam në një rreth ku ishim jabanxhi për të tjerët. Kjo është shumë domethënëse. Dhe tash është bërë aq jabanxhi, pra aq kanë kaluar njerëz në këtë etapë, janë thelluar që mosveshja, zhveshja të duket shumë normale, ndërkaq tentimi për veshje, tentimi për mbulim të duket dalje nga rendi familjar, prishje e marrëdhënieve, shkatrimi i familjes e tjera e tjera.